Për zgjedhjet e 11 majit, lista e mbyllur e kandidatëve të Partisë Demokratike në Tiranë do të kryesohet nga kryetari Sali Berisha. Bie në sy rikthimi i Josefina Topallit në një pozicion të sigurt, ashtu si Edi Paloka, Flamur Noka, Belind Këlliçi, Albana Vokshi dhe Klevis Balliu. Në listën e mbyllur është edhe Fatmir Mediu nga APR, Mesila Doda nga PDU dhe Erisa Xhixho dhe Tedi Blushi nga APL, ndërsa në listën e hapur bie në sy emri i kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe atij të PDU Shpëtimi Drizi për të vazhduar me figurat e Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabaku apo dhe Aslan Dogjani. Në qarkun e Fijarit, lista e mbyllur e Partisë Demokratike kryesohet nga Gazmend Bardhi, ndjekur nga Luan Baçi, kurse Sajmir Koreshi renditet i pesti në listën e mbyllur. Në Durrës për Partinë Demokratike do të kandidojë me listë mbyllur Oert Bylukbashi, Gens Strazimiri, Manjola Luku, Artan Luku dhe Igli Cara. Në qarkun e Shkodrës, lista e mbyllur e Partisë Demokratike kryesohet nga Luciano Buçi dhe Greta Bardeli, ndërsa në listën e mbyllur janë 11 kandidat. I pari në listën e mbyllur në qytetin e Korçës është Ivi Kaso, ndjekur nga Ledina Aliolli, Bledion Allbati. Në listën e hapur në Korçë ndër të tjera janë edhe emrat e Edmond Spahos dhe Andrea Manos. Në Vlorë, lista e mbyllur e Partisë Demokratike kryesohet nga Bujar Leskaj, ndërsa kreu i PD1 është i katërti. Në listën e mbyllur po ashtu është edhe Ina Zhupa. Në Berat, lista e mbyllur e demokratëve janë Eno Bozo dhe Zia Ismaili. Në qarkun e Elbasanit, lista e mbyllur e Partisë Demokratike kryesohet nga Tumor Alizoti, ndjekur nga kandidati i Partisë së Lirisë, Edmond Haxhinasto. Po në listën e mbyllur në Partinë Demokratike në Elbasan, Blendi Himçi dhe Aurel Bylukbashi. Në qarkun e Lezhës, i pari në listën e mbyllur është Agron Gjekmarkaj, ndjekur nga Elda Hoti, kurse në listën e hapur janë Gjingjoni, Lindita Metaliaj nga Partia Demokratike dhe ish kryetari i Bashkisë Viktor Tusha nga APL. Në listën e mbyllur të Kukësit janë Flamur Hoxha, ndërsa në atë të hapur Isuf Çela, Shkëlqim Shehu dhe Elvira Peka. Në listën e mbyllur të Dibrës janë Xhelal Mziu dhe Denisa Vata, kurse në qarkun e Gjirokastrës në listën e mbyllur të Partisë Demokratike është Tritan Shehu.